Hej të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi nga studioja jon, po ndonjëherë takohemi edhe me video amatore për të qenë sa më afër pranë jush. Do të flas këtë herë për Luizelin edhe Kiara Titon. Luizeli dhe Kiara Tito solli trailerin e filmit të tyre të shumë përfolur. Një film në fakt që është pritur me shumë dashuri nga publiku, një film që është pritur me shumë mbështetje nga publiku, nuk rezultoi ashtu. Komente të shumta, ofendime të shumta, shpifje të shumta kundërdrejt Luizit edhe Kiarës për trailerin të cilin ato kanë postuar. Do të thënë, Kiara para se të postohet traileri ishte e ftuar në Wake Up në emisionin e mëngjesit ku foli për filmin, ku foli për realizimin e filmit, ku foli për skenat, ku foli për lodhjen që po kaloi në atë film, se në cilin muaj do të vinte, se çfarë përfshinte brenda i film dhe publiku mezi e priste këtë trailer që të del në mediat shqiptare. Traileri u postua në Instagramin e Luizit fillimisht, sepse Luizeli është regjisor, le ta themi, i këtij filmit, edhe pse nuk është regjisor profesional, por është personazhi që ka ndërtuar regjin dhe që ka venduar dy personazhet e tjerë kryesor, që në këtë rast është Luizi edhe Kiara. Nuk u prit me aq shumë dashuri sa që u detyruan që trailerit t'ia mbyllin komentet. Do të thënë, komentet u mbyllën, kishte shumë ofendime, ku më pas patëm edhe një lloj reagimi nga Kiara që vin nga grupe të hapura për të shkatruar imazhin e Luizit edhe të Kiarës. Unë dua pak të ndaloj këtu, ndoshta më thoni që flas shumë avash, por unë dua t'i shpjegoj gjërat në detaje që edhe publiku t'i kupton se ç'ta duhet të flasim shpejt dhe mos flasim asgjë. Unë mendoj që urrejtja dhe inati tek suksesi i Luizit edhe Kiarës ka qenë i vazhdueshëm. Që në momentin kur ato dolën nga shtëpia e Big Brotherit, filluan jetën e tyre, erdhi në jetë Luna Mari, patën suksese, Kiara u pozicionua në Top Channel, Luizi punonte me një intensitet shumë të madh në këngë, në projekte dhe në gjithçka të bukur që sillte. Normalisht inati, mlefi, urrejtja kundërdrejt një personazhi që është shumë entuziast dhe që punon me shumë dashuri, ishte i pa imagjinueshëm dhe normal për Luizin duheshte Luizi t'i pranon dhe këto urrejtje. Luizi e ka fol disa herë këtë pjesën, domethënë ka reaguar pak në rrjetet sociale, por nuk është se i ka vënë shumë rëndësi. Për Luizin u shpif, për Luizin u ngrit një padi në gjykat, etj, domethënë kanë patur shumë ndërhyrje në martesë, sepse ndoshta ne jemi një popull, nuk mund të them të gjithë, por ka dhe ziliqarë të cilët nuk e pranojmë në asnjë mënyrë lumturinë e tjetrit, gëzimin e tjetrit dhe dëshirën e tjetrit për të bërë gjëra të bukura. Traileri ishte trailer komedian, për të gjithë ato që nuk arrin dot ta kuptojnë, do të thënë film për të qeshur. Është një film me komedi brenda dhe Luizi dhe Kiara, për mendimin tim, në atë trailer të vogël që unë dash, të cilët i komplimentoj dhe unë them që ta vazhdojnë punën dhe mos merren fare me paragjykimet, unë mendoj që Luizi dhe Kiara kanë luajtur rolin në mënyrën më të bukur dhe këto figura, këto mimika, këto fytyra ne i kemi parë në për filmat më të suksesshëm komedian amerikanë, që do të thënë janë filma të vlerësuar edhe me çmime Nobel. Dhe Luizi dhe Kiara ishin fiks në rolin e tyre. Tani që ka urrejtje, që ka mlev dhe që njerëzit nuk duan të shikojnë në suksesin tënd dhe duan të ta prishin atë rrugtim, kjo as që diskutohet, domethënë te shqiptarët ka ekzistuar dhe ekziston. Por mënyra pse u mbyllën komentet e Luizit edhe të Kiarës, domethënë ishte shpjegueshme edhe nga ana e Kiarës në Instagram, që tha që janë disa grupe të cilat mundohen që të dëmtojnë dhe mundohen që të rrëzojnë në tokë punën tonë dhe atë vepër të madhe që ne kemi bërë, që në këtë rast me filmin. Unë mendoj që Luizi dhe Kiara kanë sjellur një vepër shumë të bukur, punojnë shumë bukur, na kanë dhuruar një film shumë të mirë dhe unë mezi pres që ta shoh filmin e tyre në skenat ku ai film do t'jepet.